Viti 2018 po mbyllet me një nga aktivitetet më të bukura, me humanizmin më të madh që karakterizoi Malsinë. Shumë zemra u mbushën me gëzim edhe nga ata që kishin mundësi të ndanin për të tjerët. Sot familja Vezaj, Lindita dhe 5 fëmijët e saj fituan kulmin në kokë. Sot kjo familje fal zemrave të mira fitoi shtëpinë me të gjitha kushtet e nevojshme siç meriton çdo individ në shekullin e sotëm. Në prezencë të familjarëve, të donatorëve vendas, u pre dhe shiriti dhe u dorëzuan çelëset. Ky projekt që filloi para 2 muajve me inicimin e Zevdet Vukaj për të fituar fillimisht mbështetjen e Emina Çunmulaj si anëtare e fondacionit Fundjavë Ndryshe, për të fituar pastaj mbështetjen si financiare, materiale, me punë dore të rreth 200 donatorëve nga Mesia, Evropa, Australia, Amerika dhe shtetet e tjera nga Malizi. Me menaxhimin dhe koordinimin e Zevdet Vukaj, gjithçka shkoi me ritëm shumë të shpejtë për të përfunduar këtë projekt brenda 2 muajve. Sot, gjithashtu bë dhe bekimi i shtëpisë nga Patër Pashko Gojçaj, ku dhe u shpërngul kjo familje. Ashtu, edhe këto prej një nes. Edhe tash Ordo qelësat edhe e këzë shpi. E këzë shpi. Se kështu. Tash afritni tash ju, familja. Të rjeku mrapan edhe Tanë hini me nësh. Pratët e tje kam. Jatë dhe pratët. Atë në bëjë. Bella. Hajde me brigit për të sotive të beku i mitë të rabeku për t'i barë për të Jezus. Kjo për një atë të të shkëtit shajt. O sot në dëgjoj lutjen time, e brima ime të më rritë të pisoti, kjo është me ju. Të luteve, beku e Zotë që të pushteshën këtë banesë, kështu që të me të shëndetësje pas je vështyti, për mund të njemi si e butësia, plotësimi ligjë falëndërimi lutati për shpirti shemë të beku në qëndro frikët dhe të bitit banorët e saj, sot e për që të bone jetë samen. Të beku të që të pushteshën, ati, birë, shpirti, shajnë, amen. E këzoshin dhe bekim në përparim të kalu. Tash pra, shok e vllazën, i nderuar Patër Pashko, poštovani gospodine. Deshta të flas për ngjarjen e kësaj punë që kemi bë me të gjithë donatorët që është këtu në Malsi, në Evropë e më shumtit në Amerikë. Sigurisht një kënd njoftuar dhe i kënd ndjeni qysh se ka fillu ky aksion, qysh me 20 nëndor, faktikisht tetor, edhe me nëndor ja kemi fillua punë këtu.
Do me thonë, këtu janë ba 40 ditë punë. To me pas ndërpremje edhe nga festat, to me pas ndërpremje edhe kamoti me shina, veç funi punës, këtu kemë arrit për 40 ditë punë. Jam mirë njës për gjithë ata që kanë vu dorën në zemër dhe kanë menua për këtë familje. Sot, to me menua se ku janë kanë kjo familje, e ku kem arrit malsort, malazest, edhe sërb ka pastu që kanë dhanë kontribut. Mendoj se është ba një sukses edhe një shemull për gjithë malsin, se me malsor muj njëri me punua, me njerës të mirë muj njëri me punua, me njerës që kanë dhimje për ata që s'ka, muj njëri me punua. Edhe unë, faleminderit Zotit, kom hasën ta, si këtu, si në Evropë, si edhe në Amerikë, si do ku kom shkua, kom zjetë mirë kuptim, pa dalim, fejet, idejet, komit, a gjuhet. Do me thanë, këtu janë paracit për kryet 210 donatorës, cilët kanë lanë paka shumë, edhe gjithë e varris nerën, ja u shpërblev Zotin të mira në familjet e tyne, edhe vuktheft me tanat mira që dëshrojnë ata edhe qka më gënë atyne. Por ata që napin janë njerëzit më të mirë, se njerëzit që s'kan duhet me menua pak, se ai që ka duhet me ilan. Ashtu që e kemë edhe shemullin, Nanën Tereze e duhet mju këthy e pak veprave e saj, se ajo ka veprua në këtë mënyrë, për me unimua njerëzve në skamje. Ashtu që ata që kanë, e kanë mundësi me lanë, është gjinaf se këso rastesh nuk ka veç kjo, por kem edhe tjera. Pa marë parasysh a janë shqiptar, a janë malazes, a janë serb, a janë kroat, a qka do janë, është mirë njerit në nevoj me një mua. Ashtu që edhe i herë do me ju falenderoj gjithve, pa marë kompremen se sot janë kanë mjetet elektronike, cilë gjithë e dini se kush sa ka lanë e kush sa ka veprua, por do me urrit njerën nga zemra. Gjithve, edhe me kësi loj njerëzish, vetë jam gjenje prap me punua, edhe me bashkëpunua, edhe me ullan nim tjerve që janë nevoj. Falim njerës gjithve, edhe viti ri që po është sonte, e kalojmë nesën në 2019, e pa që gjithë me zemër të mirë, me shnet, me përparim, me gzim, me qëtim në familje kush ka nevoj, edhe gjithë ku ja shpërblev Zotin të mira, e në shnet familjes, e aty ku të dëshroft zemre atyne. Faleminderit gjithëve e urime edhe për festën, edhe këta e gëzoshim. Për të gjithë ata që thanë për kushtim dhe mjete financiare dhe mbështetje morale, familja Vezaj shpreh falenderimet dhe entuziazmin e tyre. Në emrin tim personal të familjes sime i Vezaj dhe të motrës sime Linditës, i falenderoj së tepër Misef Gjokën dhe të Vukaj dhe Eminën Çunmullaj se në filluan aksionin humanitar për ndërtimin e shtëpisë motrës sime Linditës i Vezaj. Pashtu kam rastin të falenderoj të gjithë ata dëshmitar që kontribuan me aq sa mundësi që kishin me ndihma materiale apo financiari pa patur nevojë që të përmes ndokënd si nga diaspora apo Malesia, apo nga shumë vende tjera të Evropës të rajonit. Motra ime Lindita jeton tek ne që para një viti, para qysh se i ka dek burri, ne ishin për detyruar që ta strehojmë tek ne me 5 fëmijët e saj, ku munduam me aq mundësi sa kishim që t'i ndihmojmë. Edhe njëherë falenderoj televizionin Bojin që nuk hezituan që të inqizojnë që nga fillimi i punimeve të shtëpisë deri tek përfundimi i tyre sot. Edhe njëherë ju uroj vitin e ri 2019 dhe shpresoj që të kalojnë sa më mirë me familjet e tyre dhe paqe dhe shëndet në familjet e tyre. Martin, ti je fëmiu më i madh, edhe të ndërzua sot Çelset, je zoti i shtëpisë tash. E ke fituar shtëpinë, je i lumtur? Po. Ta gëzosh? Po. Të pëlqen shtëpia? Po. I kënaqur?
Atëherë Lindit, sot ke hyrë në shtëpinë tënde të re, ta gëzosh fillimisht, është një etapë e re për ty, do jetosh këtu me fëmijët tuaj. Ke diçka që ta thuash? Je lumtur. U realizo shumë shpejt. Jo rris në erën tonë zëvgjokës më të parit, që më ka gudi këtë shtëpi, dhe tonë shqiptarve, që ku do t'janë, që më kanë ndihmuar për këtë shtëpi, dhe jo rris në erën dhe vllavut që më ka pajtë të shtëpia, dhe nënë se babë tonë, një pesë, tezës, se tonë jo rris në erën. Faleminderit vëllai paçi. Ishte kjo një nga veprat më të bukura që mund të tregojë njerëzimi të bashkëndjejë me të tjerët dhe të jemi aty për njëri tjetrin. Urojmë që edhe viti 2019 të sjellë bashkimet e tjera dhe gëzimin e zemrave të personave që kanë nevojë për ndihmën tonë.